Bujqësia si profesion është profesion ose nga tradita familjare, ose për ndonjë ide, ose për ndryshe është profesion i rëndë, mirë po si traditë familjare kemi trashëgu nga prindi dhe kemi fillu qysh herët në vitet para luftës ka qenë kjo fushë e punune shumë me, sidomos speci ka qenë një kulturë dominante, mirë po me kalimin e kohës kemi fillu dhe se më herët serat nuk kanë qenë praktikune, ka qenë kushtet më të mira kultivuse dhe është përshtat, ka qenë prodhimi i specit ka qenë suksesshëm, mirë po me ndryshimin e kushteve klimatike na kanë detyruar që të merremi edhe me kultivimin e kulturave bujqësore në ambiente të mbyllura, përkatësisht në sera. Lakra është një kulturë perimore e cila mundet me adaptu kushteve klimatike, për atë arsye edhe kultivohet më lehtë, më shpejt. Ka kultivarë të cilët janë periudhën vegetative e kanë më të shkurtë, disa janë më të gjatë, varet prej edhe kjo na mundson që kohë pas kohë kur kemi pauzë në shitjen e prodhime të tjera, mundemi me pas të ardhur nga kultivari i lakrës, është një kulturë e cila mund të kultivohet edhe në fushë të hapur, edhe kohë pas kohë mundemi shfrytëzu të mirat të cilat na i sjell shitja e tyre. Mirë po, tregu i lakrës është tregu më i rrezikshëm, mundet ngritje të rëmja të çmimeve, tregu i Bashkimit Evropian më vështirë mundet me depërtu lakra se ka dhe kultura të lakrës që kultivohet edhe në vende tjera, përpos specit edhe trangullit që ka tregun më të sigurt. Megjithatë, fuqi punëtore më pak kërkon, për atë arsye edhe fillojmë kultivimin e lakrës. Dita për të fillon qysh në orët e hershme të mëngjesit dhe përfundon me perëndimin e diellit. Nga mbjellja e lule lakrës e deri tek domatet, të gjitha i punon me shumë vullnet e motiv. Një ditë e një bujku të rëndomt, fillon është ditë e rëndë, fillon herët, ose duhet të zgjohesh herët për të shfrytzuar temperaturat e freskëta të mëngjesit dhe mund të fillon deri kur fillojnë ngritja temperaturave, të cilat është vështirë e përballueshme të rrish në fushë të hapur, atëherë duhet të shfrytëzosh ose të punosh diçka tjetër, të kesh edhe një veprimtari ose në paketim, me një depo ose në shtëpi të bërë një punë ndihmëse, për ndryshe ta imponon puna e bujkut, ta imponon një orar të cilën nuk e ki dëshirë ti, po ta imponon kushtet klimatike, pra do të zgjohesh herët, të punosh edhe mas dite dikur të shfrytëzohet deri vonë. Përveç punës që bën, Naiti është më së i informuar për çdo gjë të mbjellur në serat e tij.